Jeta që ndonaj dallimi jam me këto, që unë kam përvoj, kësë bervesh në këto sene, mu vje shumë keq, mirë është që ka apetitet për atë mund, dëgjëm, mirë është që ka apetitet, i respektojmë ato, në regull po... Unë e përkërkoj vesh një përgjigje, a ka mundësi 20 milion, jo 250, për 20 milion që datë mandatit këti për projektet madhore që po flet, që janë të kryme, jo që janë proces, po det mi qetë 20 milion, që janë të kryme, atërë unë me njerë po thamë mirë të kanë rrugë basë. Jo në një projekt që e ka një shpetin bulli që me emër të Allahit këmë mbarue... Mënyrë selektive, po këta. Lagjen time, mas parim shatin gërdos nuk ka ndryqim. Në Batllav është vendos mënyrë selektive të militantet e vetë vendosës... Shpia ti në ndrita është. Jo ndrita, po shpia, po jo ma hapë. Fjarë, ndryqimi publik. Po thuj që komplet fshati ti në është ndritë. Jo, këta. Kjo është skajt rrugës Batllav, Luzhan Batllav, Orlan. Jo, nuk ka skajt rrugës, jo, mes fshatit. Nuk ka vendos Asambleja Komunale se i ka, do më thonë, kompetencat e dame, Asambleja Komunale nuk jep tender, Asambleja Komunale nuk përcakton projekte, Asambleja Komunale nuk favorizon kompani, smeret Asambleja me këtë pjesë, dihet kush merret, por ajo se deshte me thonë, sa drejtor karnike dhe kush ka qenë në pushtet, nëse Ledyker ka qenë në pushtet 20 vjet, ky njeri ka qenë në pushtet 23 vjet. Nga viti 99 deri në vitin 2005, 2017, 2020 s'ka qenë. Kjo është 23 vjeçari, me i thonë 20 vjet, ja hup 3 vjet, nuk bërë, me ja hup 23 vjet. Këtu jeta që ndonaj dallimi jam me këto, që unë kam përvoj, kësë bervesh në këto sene, mu vje shumë keq, mirë është që ka apetitet për atë mund, dëgjëm, mirë është që ka apetitet, i respektojmë ato, në regull po, ne nuk jemi bloku të investimit privat, letë punojnë, këta e kam blokue, pse e kam blokue, duhet me tregue, unë se kam blokue ato, u i kom thirë, jo mullë, kom diskutua dhe këmënë qapo dëni me një mu veç këta nuk hajde investojnë në lapë, dhe sot falimderi shumë, janë 2-13 që po investojnë, janë shumë knaqëm, po i trajtoj mirë, edhe po kaloj mirë me ta. Sa kompanija në të punu po dyjev, edhe si është qasja me ta dhe ta bëni analizë budgetit me sa kompanija ka menagju budgetin. Me përqindje, për 4 vjetë dhe flasim masanej kush është blokus. E tjetra, për ambicje s'ki, nuk s'kem nevoj se kem këshilltar tjerë. Nuk s'hen në grupin e këshilltarëve, se edhe ashtu konsiderohesh profesionalisht i dopt, kështu që nuk je pjesë e këshillave. Kisha urdhna? Jeta, mbi 200 milion euro investime për 5 vjetë në Podujevë, në Lapë dhe në Gollak, janë projekte cilat duke filluar nga Luzhani, që futen kufirin administrativ të Podujeves, nalmin Luzhan të ambullon të ere, rruga magistrale Prishtin Podujev, shkojmë Glavnik Qerdhje e re, palestra e re që pritet filloj këto dit, shkojmë Matuti ambullon të ere, pishina gjysmë olimpike, urgjenca e qytetit Podujevës, stacioni autobusve, tregu i Gjelbert, qendra multifunksionale, koha, 10 shkolla. Faleminderit, Isak. Në diçka që në çdo debat për përsërit investime 250 milion. Kjo është një absurditet që s'mundet kërkush me kuptu. Për disa flet për ajrë, flet për investimet në pend atje në pallat që pritet 58 milion mas disa vite. Flet për kolektorin 35 milion. Kjo është absurditet. Pse pe them këtë? Unë e kërkoj veç një përgjigje. A ka mundësi 20 milion? Jo 250, por 20 milion që datë mandatit këti për projektet madhore që po flet, që janë të kryme, jo që janë proces. Po det mi qetë 20 milion që janë të kryme, atërë unë me njerë po thamë mirë të kanë rrugë barë. Jeta, që kjo është një letër ku janë të numërura projektet për këto 5 vite në lapë, janë 2 faqe formati A4. Si cili projekt është me vlerë investive për kace, nëse duhet, sa për opinion publik, mund të japë se e kom po kopje shtesë. Mirë, ajo në kry, a... 20 milion që i në kry, a bërë me thonë, vesh 20 milion që i në kry. Shdo në një projekt që e ka një shpetin bulli që me emër të Allahit këmë mbarue, sepse nuk jem hajgare i gji. E sa i ki hargju, sa janë investu dhe i qtash? Dhe do të vazhdoj me punue me seriositetin më të madhë për qytetarët e mi. E po atë pyetjen sa janë hargju dhe i qtash, janë investu dhe i qtash? Jo ato sa do të investohen. Apo i numëron ti me... Sa janë kontraktu, që ma precis. Sa janë kontraktu? Janë me 10 kilometra asfalt që tash më janë shtruar gjithande lapët. Miliona për këtema? Pa i s'po di sa miliona, se s'pekthejnë miliona ato s'pe di sa. Po e qitë vetë 200 milion. 380 kilometra ndryshim publik. Dihet sa kushtonaj. Urgjenca e qytetit 1.7 milion.
Stacioni autobusve. Me shifra Stacioni edhe me autobusve. kohën. Jetat lutë. Jeta stacioni autobusve. mashtrim. 1 milion euro. Nuk ka lënë. Plegu i qytetit i Gjelbërtit, 1.5 milion euro. Okej, veç nuk po i mrin 200-shin shpejtim. Kreqa po thu 200-shin s'kan. Po jetë, unë i kam listë të të listume, që dush merret ti që të para Mirë, e vetë. marim. Mirë, Ekrem. Sjellin. Edhe vetveten këta mashtrim, ky ka filluar me besu. Ka përfundu stacioni autobusve i planifikuar keq, pa trafik urban dhe pa trafik të organizuar ndërurban, jashtë qytetit. Ky është projekti i përfunduar. Emergjenca e qytetit, objekt perfekt. Ky s'ka prej ka ty se asaj s'kish dalë mirë, donacion. Donacion. Rruga Skënderbeu. Prej kuj donacion? Prej qeverisë Katarit. Donacion edhe ato llogarit. Emergjenca, të lutem veç një sekond. Jeta. Stacioni autobusve, rruga Skënderbeu e kryme cop-cop, rruga Gjemal Mustafa e kryme me shumë defekte. Faleminderit. Nuk bëhen 20 Koha milion. jote u kry. Nuk bëhen 20 milion. Nëse një projekt japen donacion për një shteti fqin Katari 1.1 milion euro dhe Komuna e Podijës merr pjesë me 600.000 euro dhe në total bojnë 1.7 milion euro, çka më thon kësaj, çu ka emrin s'po di. A keni fare terminologji tjetër? A është projekt, as është projekt? Bashkëfinancim i thonë. Bashkëfinancim. Bashkëfinancim. Po çakoren si po këta pse s'kan bashkëfinancu, kush i kanë nol? Këta si kanë prind zyre heq. Unë e kam kriju raporte, kam kriju marrëdhënie me ta. I kam afruar nga veti për interes qytetarët mi. Prandaj vazhdoj me punu me ta sepse po më ndihmojnë, po i ndihmojnë popullit tem, qytetarët mi. Gjemal. Përmendi kryetari 380 kilometra ndriçim. Nuk e mohoj këto se është vendos ndriçimi. Po shtrohet pyetja, ku është vendosur ai ndriçim? Në mënyrë selektive, po kryetar. Lagjen time, mas parim fshatin Gardos nuk ka ndriçim. Në Batllov është vendosur në mënyrë selektive te militantët e vetvendosjes, drejtori për shërbime. Na nuk janë dioni, nuk po muj me të akuzu juve, po shumë e vërtet, na për cilën dhe ashtë qytetar, lagja malogve, lagja musollve, nuk ka ndriçim, nërsa lagja tjetër që janë votuesit atu ku pretendojnë se i kanë votuesit tyre, është vendosur ndriçimi. Bonu o bindun që veç me fakte dhe asë një herë nuk thom diçka që nuk është e vërtet. Shpejtim, pse kështu? Jeta, a e lom qytetarë mas mirë të ta vlerësojnë, a është mirë, as është mirë. Mas mirë të ta vlerësojnë punën tonë, angazhimin tonë, i kanë vlerësu dhe këta. A po të ditë pse te vlogja e Gjemojlit s'kini shti, Rym? Pse kalëzëm pse te Unë e po të kalëzaj që shpia ti në ndrita është. Jo ndrita, po shpia, po jo ma hapë. Fjash, ndryqimi publik. Po thuj se komplet fshati ti në është ndrit. Jo, kryetar. Kjo është skajt rrugës Batllav, Luzhan Batllav, Orlan. Jo, nuk është skajt rrugës, jo. Mes fshatit jam. Jo, mes fshatit, po. Kajt fshati, Gërdos gati është ndryqim publik. Na është një rrugicë e vogël mund të jetë. Nuk është, jo, 17 shtëpi aty. Për zotin që a di ku ka shtëpi, 17 po. shtëpi janë aty. A pse që që Mirë. Isak. Pyetje edhe ty vëllap, mirë kur je pa. Besedishmin to. Faleminderit.